Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Letra që po ndaj sot është një letër e trisht. Është një letër tepër e dhimbshme, një letër nga ato letra të pabesueshme. Këtë letër ma ka shkruar një vajzë e cila vuan nga kanceri dhe përpos dhimbjes të madhe që kalon në trupin e saj, në shpirtin e saj, ajo fatkeqësisht ka zbuluar një të vërtet që në thelb është një e vërtet shumë e hidhur, një e vërtet tronditse. Ajo ka kuptuar që bashkëshorti i saj është duke e tradhëtuar, do të thënë ka një lidhje tjetër paralel dhe shtiret kinse gruan aktuale e do shumë. Dhe gruaja i ka lënë një letër bashkëshortit të saj, fjalë të cilat në të vërtet nuk mund t'ja thot vetë. I dashur bashkëshort, ndoshta kjo është letra më e vështirë që kam shkruar ndonjëherë. Nuk e di nëse do të mundesh ta dëgjosh deri në fund, por unë kam nevojë t'i nxjerr nga zemra të gjitha ato që kam mbajtur brenda. Kur mora vesh se kisha kancer, mendova se betejë ime më e madhe do të ishte sëmundja. Mendoja se do të luftoja me dhimbjen, me ilaçet, me analizat dhe me netët pa gjumë. Por gabova. Dhimbja më e madhe nuk ishte diagnoza. Dhimbja më e madhe ishte dita kur kuptova se njeriu që doja më së shumti në botë kishte filluar të jetonte një jetë tjetër pas shpinës time. Ti nuk e di, por unë e kuptova shumë kohë më parë. E pash mënyrën se si e fshihje telefonin. E pash buzëqeshjen që nuk ishte më për mua. E pash parfumin e huaj në rrobat e tua. E pash vonesën tënde çdo mbrëmje dhe justifikimet që bëheshin gjithnjë edhe më të dobta. Por unë heshta. Jo sepse nuk e dija të vërtetën. Heshta sepse nuk kisha më forcë të luftoja edhe me tradhtin tënde. Çdo mëngjes zgjohesha me frikën nëse do të arija ta shihja edhe një lindje tjetër të diellit. Ndërsa ti zgjohesh edhe nxitoje, të shkoje diku ku zemra jote ishte edhe më e lumtur. Pastaj në mbrëmje ktheheshe në shtëpi. Më përqafoje, më puthje në ballë, më thoje të dua. Sa e çuditshme. Të njëjtat buzë që më thoshin të dua, pak orë më parë kishin gënjur dikë tjetër ose ndoshta më kishin tradhëtuar mua. Unë të shikoja në sy dhe bëja sikur të besoja. Edhe ti bëje sikur më doje. Ishim bërë aktor në të njëjtën shtëpi. Kur shkoja për kimioterapi, prisja që të më mbaje dorën. Ti ishe fizikisht pranë meje, por zemra jote ishte diku tjetër. Mjekët më jepnin shpresë, ndërsa ti më jepje gënjeshtra. E di çfarë më vriste më shumë? Jo fakti që kishe një grua tjetër, por fakti që kishe guximin të më shikoje në sy. Ndërsa unë po luftoja për jetën. Kur më binin flokët, ti më thoje se isha ende e bukur.
por sa po dilje nga dera, shkoje tek ajo që kishte flokë të gjatë, shëndet edhe buzëqeshje. Unë nuk e ureja atë grua. Ajo nuk më premtoi besnikëri. Ti ma premtove. Ti ishe ai që më the para altarit se do të ishe me mua në ditët e mira dhe në ditët e këqija. Kur erdhën ditët e këqija, ti nuk u largove nga shtëpia. U largove nga zemra. Shpesh natën bëja si kur flija. Dëgjoja telefonin tënd që dridhej. Ti dilje në balkon, flisje me zë të ulët. Pastaj ktheheshe dhe më mbuloje me batanie si kur ishe buri më i përkushtuar në botë. Sa ironike. Njeriu që më tradhtonte ishte po ai që më uronte natën e mirë. Kam qarë shumë, por jo para teje. Nuk desha që të më shihje të thyer. Kanceri po ma merrte trupin. Nuk doja që tradhtia jote të ma merrte edhe dinjitetin. Ndoshta mendove se nuk do ta merrja vesh kurrë. Gabove. Një grua e ndjen kur nuk është më dashuria e vetme e burrit të saj. Ne nuk kemi nevojë për prova. Zemra na e tregon. Sot nuk po ta shkruaj këtë letër për të të fajsuar. Po ta shkruaj sepse dua që të çlirohem. Nëse nesër nuk zgjohem më, nuk dua ta marr këtë dhimbje me vete. Dua të të fal. Po, të fal. Jo sepse meriton, por sepse nuk dua që zemra ime të largohet nga kjo botë e mbushur me urrejtje. Kur të vit dita që unë të mos jem më, ndoshta do ta kuptosh se dashuria nuk matet me fjalët që thuhen, por me sakrifica që bëhen. Ndoshta atëherë do ta kuptosh se kishe pranë një grua që luftoi deri në frymën e fundit. Jo vetëm kundër sëmundjes, por edhe kundër zhgënjimit. Nëse një ditë do të vizitosh varin tim, mos më sill më lule. Sill ndërgjegjen tënde. Ulu për disa minuta dhe kujto çdo gënjeshtër që më the. Kujto çdo të dua që nuk më vinte nga zemra. Kujto çdo lot që unë e fsheha për të mos të rënduar shpirtin. Unë po largohem me ndërgjegje të pastër, sepse të deshta me gjithë shpirt. Edhe kur e dija se nuk isha më e vetmja grua në zemrën tënde. Lam të mirë. Shpresoj që një ditë ta kuptosh se njeriu më i pasur nuk është ai që ka shumë dashuri, por ai që nuk tradhton atë që e deshi pa kushte. Me respekt dhe me lot në sy, gruaja që të deshti deri në fund.